Horoskopi ditor për sot, 15 shkurt 2026. Dashi. Rreshtimi i sotëm i Venusit me Marsin inkurajon lëvizje të guximshme në dashuri dhe kreativitet. Nëse keni hezituar të shprehni ndjenjat tuaja ose të ndërmerrni një projekt të ri, përdorni këtë shtytje kozmike për të bërë hapin e parë. Karriera juaj mund të arrijë një notë të lartë, ndërsa sipërmarrjet bashkëpunuese fitojnë vrull. Financiarisht, keni kujdes nga shpenzimet e tepërta pavarësisht një fluksi burimesh. Konsideroni këtë një ditë për planifikim strategjik në vend të blerjeve impulsive. Sa i përket shëndetit, kanalizoni energjinë tuaj në aktivitete fizike që forcojnë si mendjen ashtu edhe trupin tuaj. Mendoni për jogën ose një shëtitje të shpejtë në natyrë. Kërkimi i ekuilibrit do të jetë mantra juaj, veçanërisht kur rrymat emocionale janë të larta. Moderoni impulset tuaja dhe përqafoni meditimin për të mbështetur veten. Angazhohuni në biseda që stimulojnë intelektin tuaj dhe shmangni konflikte që shterojnë pozitivitetin tuaj. Dita premton lidhje pasionante. Prandaj mos u nguroni të hapeni ndaj dikujt që ju nxit zemrën. Kapni këtë energji dinamike dhe lejojeni atë t'ju shtyjë përpara. Demi. 15 shkurt 2026. Ka të bëjë tërësisht me ndërtimin e stabilitetit dhe maksimizimin e mundësive. Me hënën që ndriçon sektorin tuaj financiar. Ju inkurajoheni të auditoni shpenzimet tuaja dhe të eksploroni rrugë të reja për të ardhura. Kjo është një ditë e mbarë për të kultivuar marrëdhënie që janë bashkëpunuese dhe harmonike. Profesionalisht mund të ndjeni një rritje të besimit pasi projektet tregojnë rezultate të mundshme. Kreativiteti rrjedh pa probleme, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të prezantuar ide inovative. Megjithse shpesh i rezistoni ndryshimit, sot është ideale për të marrë në konsiderat rregullimet që përputhen me qëllimet afatgjata. Përqafoni durimin dhe praktikën në regjimin tuaj shëndetësor. Përpjekjet e vogla të vazhdueshme rezultojnë më të dobishme. Në dashuri, shprehni emocionet tuaja hapur dhe jepini partnerit tuaj hapësirën për të ndarë mendimet e tij. Mund të lindin keqkuptime nëse komunikimi lihet pas dore. Prandaj ruani qartësinë dhe ndershmërinë. Merrni kohë këtë mbrëmje për të reflektuar dhe medituar, duke lejuar që paqja e brendshme t'ju udhëheqë vendimet tuaja. Besojini instinkteve tuaja ndërsa ato ju çojnë drejt rezultateve të favorshme. Binjakët. Yjet rreshtohen në një mënyrë që rrit karizmën tuaj sociale më 15 shkurt 2026. Do të gjeni veten të tërhequr nga biseda tërheqëse dhe mundësi rrjedhëzimi që mund të transformojnë trajektoren tuaj, veçanërisht në jetën tuaj profesionale. Mërkuri, planeti juaj sundues, ju inkurajon të komunikoni idetë tuaja me qartësi. Përfitoni nga kjo për të çuar përpara projekte ose bashkëpunime që keni pasur në mendje. Në frontin personal, rilidhja me miqt ose familjen do të sjellë gëzim të papritur dhe rritje të ndërsjellë. Sidoqoftë, keni kujdes që të mos e teproni me veten. Menaxhimi i energjisë është thelbësor sot. Në dashuri, shprehni nevojat tuaja me sinqeritet dhe jini të hapur ndaj perspektivës së partnerit tuaj. Mirëkuptimi i ndërsjellë do të forcojë lidhjen tuaj. Nga ana shëndetësore, stimulimi mendor është qelësi. Prandaj merruni me aktivitete që sfidojnë aftësitë tuaja njohëse. Qoftë duke lexuar një libër të ri apo duke marrë pjesë në një debat, mbajeni mendjen tuaj aktive. Orët e mbrëmjes janë më të mira për të reflektuar mbi arritjet dhe për të vendosur qëllime realiste për javët e ardhshme. Gaforria. Energjia qiellore e sotme përqendrohet në shtëpinë dhe veten tuaj të brendshme. Është një kohë e përkryer për t'i kushtuar energji kujdesit për mjedisin përreth dhe mirëqenien emocionale. Mund të ndjeni dëshirën për të ridekoruar ose për ta bërë hapësirën tuaj më komode, gjë që nga ana tjetër rrit humorin dhe produktivitetin tuaj. Marrëdhëniet mund të kërkojnë vëmendje, me biseda të thella që çojnë në zbulime që forcojnë lidhjet. Profesionalisht, lejoni natyrën tuaj intuitive të udhëheqë vendimet. Besoni instinkteve tuaja kur lundroni në skenar kompleks. Mos u shmangni nga marrja me projekte që të tjerët mund t'i gjejnë të frikshme. Depërtimi juaj unik është forca juaj. Financiarisht, keni kujdes nga kursimet dhe shmangni bërjen e investimeve impulsive. Për mirëqenien, sinkronizimi i mendjes dhe trupit është parsor. Angazhohuni në aktivitete si meditimi ose tai chi për të qetësuar mendimet tuaja dhe për të rigjallëruar shpirtin tuaj. Kjo vetëdije hap rrugë për rritje të qëndrueshmërisë dhe gëzimit. Përqafoni vetmin pa izolim, duke lejuar që drita juaj e brendshme të shkëlqejë në mënyrë autentike. Kjo është dita juaj për të lulëzuar. Luani. Yjet sot po hedhin dritë mbi ambiciet dhe sferat tuaja sociale.
15 shkurti 2026 është skena juaj për të shkëlqyer duke paraqitur ide që frymëzojnë dhe ndikojnë pozitivisht tek të tjerët. Me diellin në një shtrirje të favorshme, shfrytëzoni mundësinë për të marrë role udhëheqëse që sfidojnë dhe zgjerojnë horizontet tuaja. Natyra dhe karizma juaj pasionante mund të shndërrojnë takimet profesionale në mundësi për rritje. Financiarisht, rishikoni mundësitë e investimit dhe merrni në konsiderat rikalibrimin e strategjive për përfitime afatgjata. Jini të vetëdijshëm për tendencën për të shpenzuar për luks. Një qasje e ekuilibruar është e nevojshme. Në dashuri, ngrohtësia dhe bujaria juaj do të thellojnë lidhjet. Mos harroni të dëgjoni dhe vlerësoni gjithashtu perspektiva të ndryshme. Sa i përket shëndetit, kanalizoni vitalitetin tuaj si në aktivitete fizike, ashtu edhe në teknikat e relaksimit mendor. Yoga ose aktivitetet krijuese artistike përputhen mirë me natyrën tuaj të zjarrt. Këtë mbrëmje, merrni në konsiderat reflektimin mbi arritjet e fundit dhe vendosjen e qëllimeve për projektet e ardhshme. Lëreni zemrën dhe mendjen tuaj të rreshtohen për lumturi dhe sukses optimal sot. Virgjëresha. Energjitë e sotme përputhen me natyrën tuaj analitike dhe të kujdesshme. Preciziteti i Mërkurit, planetit tuaj sundues, ju inkurajon të shqyrtoni detajet në projektet në vazhdim, duke siguruar që gjithçka të ecë pa probleme. Detyrat profesionale mund të kërkojnë më shumë vëmendjen tuaj për të zgjidhur problemet e mbetura, por aftësia juaj për të zgjidhur problemet në mënyrë efikase do të shkëlqejë. Kjo është një kohë ideale për të përmirësuar rrjedhat e punës dhe për të përmirësuar produktivitetin. Financiarisht, analizoni plotësisht buxhetin tuaj. Mund të ketë shpenzime të fshehura që mund t'i eliminoni. Në marrëdhënie, dialogët e hapur mund të çojnë në shërimin e keqkuptimeve të së kaluarës. Përqafoni tendencën tuaj natyrore për të dëgjuar dhe për të ofruar mbështetje, por sigurohuni që kufit emocional të mbeten të paprekur. Për mirëqenie, përqendrohuni në shëndetin holistik. Integroni ushqime ushqyese në dietën tuaj që rrisin energjinë dhe imunitetin. Praktikat e vetëdijes si meditimi mund të rrisin qartësinë mendore, duke siguruar paqe mes ngjeshurisë. Kjo është gjithashtu një ditë për reflektim personal dhe vendosjen e qëllimeve rreth ëndrave tuaja. Besojini instinkteve tuaja dhe universi do t'ju përgjigjet në të njëjtën mënyrë. Peshorja. 15 shkurti 2026. Ju inkurajon të balanconi përparësitë në mënyrë efektive. Yjet sinjalizojnë një ditë harmonike të përshtatshme për zgjidhjen e konflikteve, si profesionale ashtu edhe personale. Me Venusin që forcon sharmin tuaj, diplomacia juaj natyrore hap rrugën për negociata dhe pajtime. Sa i përket karrierës, kërkoni përpjekje bashkëpunuese. Sukseset e përbashkëta do të shumëfishojnë kënaqësinë tuaj. Mundësitë financiare mund të lindin papritur, por peshoni me kujdes opsionet para se të angazhoheni. Në marrëdhënie, shprehni ndjenjat me autenticitet dhe inkurajoni hapjen. Ndjekjet romantike favorizohen, veçanërisht nëse po mendoni ta çoni një lidhje në një nivel më të thellë. Shëndeti nuk duhet të neglizhohet, përqendrohuni në përfshirjen e ekuilibrit në rutinën tuaj të përditshme. Kaloni kohë të barabartë për ushtrime, pushim dhe rekreacion për mirëqenie të qëndrueshme. Harmonia në mjedisin tuaj, qoftë në shtëpi apo në vendin e punës, kontribuon ndjeshëm në humorin tuaj. Meditimi mbrëmjes ose një shëtitje paqësore do t'ju mbështesë energjitë tuaja. Besoni se qasja juaj diplomatike do t'ju udhëheqë në për çdo ujë të trazuar, duke sjellë mirëkuptim dhe gëzim të ndërsjellë. Akrepi. Kozmosi sot ju fton të zhyteni thellë në pasionet dhe ambicjet tuaja. 15 shkurti 2026 është një ditë transformuese për të eksploruar psikikën tuaj të brendshme dhe për të përballur me sfidat ballë për ballë. Me ndikimin e Plutonit, ju motivoheni nga fokusi dhe vendosmëria intensive, duke e bërë atë një kohë të përshtatshme për vendime të mëdha në jetë ose për parime profesionale. Besojani instinkteve tuaja. Lëvizje strategjike mund të çojnë në përparime të rëndësishme. Financiarisht, shmangni vendimet impulsive dhe merrni në konsiderat planifikimin afatgjatë. Vigjilenca juaj siguron siguri. Në marrëdhënie, emocionet intensive kërkojnë shprehje të menduar mirë. Përqafoni cenueshmërinë ndërsa vendosni kufi. Kjo do të forcojë besimin dhe intimitetin. Balanconi peizazhin tuaj intensiv emocional me aktivitet fizik. Kanalizimi i energjisë në stërvitje si vrapimi ose artet marciale përfiton si trupin ashtu edhe mendjen. Gjeni kohë për vetmin për të përpunuar dhe reflektuar mbi njohuritë e reja. Ndërveprimet shoqërore të qeta mund të ofrojnë lehtësim të domosdoshëm nga intensiteti. Transformimi është tema juaj sot.
prandaj përqafoni ndryshimin dhe besoni se rezistenca juaj do t'ju udhëheqë me mençuri. Shigjetari. Energjitë kozmike të sotme nxjerrin në pas gjerimin dhe rritjen, duke pasqyruar shpirtin tuaj aventuresk. Më 15 shkurt 2026, ndiqni mundësitë që përputhen me kërkimin tuaj për njohuri dhe përvojë. Ndikimi i harlisur i Jupiterit rrit optimizmin tuaj natyror, duke ju nxitur të zgjeroni horizontet përmes planeve të udhëtimit ose përpjekjeve arsimore. Profesionalisht, entuziazmi juaj është ngjitës dhe hap dyert për bashkëpunime inovative. Megjithatë, ruani fokusin dhe prioritizoni detyrat për të parandaluar shpërndarjen e përpjekjeve. Financiarisht, vlerësoni perspektivat e investimeve me një sy të mprehtë dhe shmangni rreziqet e panevojshme. Marrëdhëniet lulëzojnë në këtë atmosferë të gjerë. Ndani ide emocionuese me të dashurit dhe nxitni projekte të përbashkëta. Ekuilibri është thelbësor në mirëqenien fizike. Prandaj kombinoni aktivitetet në natyrë me teknikat e relaksimit për të ruajtur vitalitetin. Përfshini vetëdijen për të përqendruar mendjen tuaj të shqetësuar. Përqafojeni këtë ditë sinergjie dhe kanalizoni natyrën tuaj eksploruese në ndjekje kuptimplote. Besojini vizionit tuaj dhe lejojeni atë t'ju çojë drejt horizonteve emocionuese dhe të begat, duke i transformuar ëndrat tuaja në realitet. Britsjapi. 15 shkurti 2026, thekson këmbënguljen dhe planifikimin strategjik. Me Saturnin që ju udhëheq në rrugën tuaj, sot ka të bëjë me vendosjen e themeleve të forta për suksesin e ardhshëm. Ju jeni të thirrur të rivlerësoni qëllimet dhe të përsosni rrugën tuaj përpara, veçanërisht në jetën tuaj profesionale. Gabimet në të kaluarën tani ofrojnë qartësi për progres. Prandaj përqafojini këto mësime dhe përqendrohuni në zgjidhje afatgjata. Financiarisht, bëni zgjedhje të kujdesshme duke shmangur sipërmarrje spekulative dhe duke kërkuar këshilla formale. Sigurohuni që planet tuaja të jenë të rrënjosura në realitet për të nxitur stabilitetin. Në marrëdhëniet personale, ofroni mbështetjen tuaj të palëkundur, por mos harroni të shprehni edhe vlerësim. Komunikimi forcon lidhjet dhe sqaron qëllimet. Fizikisht, kushtojini kohë përmirësimeve ushqyese dhe fitnessit rutinë për të rritur rezistencën. Konsideroni praktika që përziejnë mirëqenien fizike dhe mendore, si pilates ose tai chi. Kjo është një kohë për durim dhe këmbëngulje. Përpjekjet tuaja të vazhdueshme hedhin themelet për arritje të prekshme në javët që vijnë. Qëndroni të qëndrueshëm dhe lejoni që ambicia juaj të ndriçojë rrugën përpara. Ujori. 15 shkurti 2026, thërret shpirtin tuaj inovativ. Në ndikimin e Uranit, prisni një fluks idesh që mund të revolucionarizojnë qëllimet tuaja të përditshme dhe afatgjata. Dita e sotme është optimale për të çliruar nga rutina dhe për të eksploruar zgjidhje jo konvencionale për çështjet e vazhdueshme. Parashikimi juaj do të tërheqë individ me të njëjtat mendje, të gatshëm për të bashkëpunuar në projekte që rezonojnë me idealet tuaja. Financiarisht, analizoni me kujdes investimet e epokës së re dhe fronte digjitale. Inovacioni shpesh kërkon rreziqe të llogaritura. Në dashuri dhe marrëdhënie, përqafoni spontanitetin, duke lënë hapësirë për surpriza dhe ripërtëritje. Nxitni lidhje që frymëzojnë rritje intelektuale dhe emocionale. Shëndeti dhe mirëqenia përfitojnë nga përzierja e praktikave tradicionale me qasje të reja. Merrni në konsiderat fitnessin fusion ose terapitë holistike për të rritur vitalitetin tuaj. Orët e mbrëmjes kërkojnë shprehje krijuese. Kënaquni me art, muzikë ose shkrim për të përpunuar ndjenjat. Besoni se ndjekja e udhëtimit tuaj unik do të sjellë përparime të jashtëzakonshme, në përputhje me vizionin tuaj për të ardhmen. Lëreni perspektivën tuaj vizionare të ndriçojë mundësitë dhe shtigjet sot. Peshqi. Sot është një ditë introspeksioni dhe intuite. 15 shkurti 2026, e sheh Neptunin duke mbjellë fara kreativiteti dhe empatie, duke ju inkurajuar të zhyteni në botën tuaj të brendshme për njohuri. Ëndrat tuaja mbajnë të dhëna të rëndësishme në lidhje me hapat tuaj të ardhshëm. Kushtojini vëmendje simbolikës dhe mesazheve të tyre. Profesionalisht, mbështetuni në aftësitë tuaja krijuese për të zgjidhur problemet dhe për të ndërtuar lidhje. Bashkëpunimet mund të lulëzojnë në mënyra të papritura. Financiarisht, mbani gjurmët e modeleve të shpenzimeve dhe kërkoni këshilla nga ekspertët para se të merrni vendime të mëdha. Në dashuri, ndjeshmëria juaj ju lejon të perceptoni emocione thellë. Përdoreni këtë për të ushqyer dhe shëruar marrëdhëniet, duke nxitur mirëkuptimin e ndërsjellë. Fizikisht, jepni përparësi aktiviteteve që harmonizojnë mendjen dhe trupin, yoga ose noti mund të ndihmojnë në ruajtjen e ekuilibrit dhe të ofrojnë një ndjenjë paqeje. Ekuilibri emocional është çelësi,